Miliona njerëz në botë në sheshet e qyteteve të tyre, në qendra turistike, në kafene, bare ose atmosferë familjare në shtëpi. Do ta përcjellin vitin 2025 dhe do ta presin vitin e ri 2026. Vitin e ri të parë do ta presin banorët e shtetit ishullor të Paqësorit, Kiribati, në orën 11 sipas kohës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa në 2026 të fundit do të hyjnë Samoa Amerikane dhe ishujt Baker dhe Howland. Më 1 janar në orën 13 sipas kohës së Maqedonisë së Veriut. Kjo do të thotë se viti i ri udhëton për 26 orë nga vendi i parë tek vendi i fundit në tokë. Ndërkaq, festime për pritjen e vitit të ri do të organizohen në Shkup dhe në qytete të tjera në përvend. Programi muzikor në kryeqytet gjatë mbrëmjes do të jetë me këngëtar nga Maqedonia e Veriut. Programi festiv për radhë dimërore e vitit të ri në Shkup sot do të zgjas gjatë gjithë ditës, ndërsa do të kulmojë në mbrëmje në sheshin Maqedonia. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, i ftoi qytetarët e Shkupit në sheshin Maqedonia për një pritje të paharrueshme të vitit të ri 2026, një natë që sipas tij përsëri do të bashkojë qytetin, duke theksuar se me këngëtar vendas të dashur nga publiku kanë krijuar një program që lidh të gjitha gjeneratat. Megjithatë, edhe këtë vit nuk është ftuar asnjë artist shqiptar, pavarësisht premtimit të Gjorgjevskit, i cili tha se do të mundohet të sjellë edhe këngëtar shqiptar. Programi fillon në orën 19:45 me vokalin e fuqishëm të Mile Kuzmanovskit dhe vazhdon me Ognen Zdravkovskin. Më pas vijojnë Dina Jashari, legjendat Kukulele dhe e papërsërishme Tamara Tudevska. Kulminacionin e sjellën të preferuarit e publikut të ri, Pajak, Lara dhe Dvabona, ndërsa momenti magjik i pritjes së vitit të ri do të shënohet me performancën e Karolina Goçevës. Gjorgjevski vlerëson se me interpretues vendas të dashur nga publiku kanë krijuar një program që lidh të gjitha brezat dhe shton se kjo është dhurata jon për qytetin e bukur, që ai të mund të jetojë, të pulsojë dhe të ëndërrojë përsëri.